A ka xhenet thot pa namaz? Normalisht kjo është një pyetje që ne jemi përgjigjur kurse disa herë dhe kemi thënë që Allahu xhalla xhelaluhu kushtin për të fituar xhenetin ka bërë Islamin. Duhet të jesh musliman. Që të fitosh xhenetin duhet të qenë musliman. Qofse njeriu është musliman ka për ta fituar xhenetin. A e fiton herët? A e fiton vonë? A do të pastrohet në xhenem? Apo s'pastrohet në xhenem se Zoti e fal me mëshirën e tij apo me shefatin e pejgamberit alayhis salam, apo me shefatin e melajkeve, apo me shefatin e vetë Zotit, apo me shefatin e shahidëve, apo me shefatin e besimtarëve për njëri tjetrin, apo e fal Zoti për shkak të sprovave që kalon në varr ditën e gjykimit, para ditës së gjykimit, para varrit, para vdekjes, në agoninë e vdekjes, me fatkeqësi dhe që kalon një jetë e rëndësishme. Kushti i vetëm për të fituar xhenetin është Islami. Kushti i vetëm për të fituar xhenetin është Islami. Nëse njeriu është musliman, ka për të fituar xhenetin. A e fiton herët? A e fiton vonë? A do të kalojë kohën në xhenem? A do të kalojë kohën në xhenem? Kjo i takon kujt? Allahut xhella xhelaluhu.